Si pronor biznesësh ne kemi shumë drejt me qenë krenar. Kemi dirë gjak, djerës, kemi investu gjithçka dhe kemi kriju diçka prej zeros. Dhe natyrisht duam që bota ta shoh këtë sukses. Po në marketing ekziston një sekret i vogël. Klienti nuk kërkon një hero që ta admiroj, por një udhërofyes që ta ndihmoj. Kur ne bëjmë reklama ku tregojmë veç arritjet tona, ne pa dashje krijojmë një distancë. Klienti mendon sa mirë për ata, po nuk thot kjo është për mua. Marketingu më i suksesshëm është ai që e merr suksesin e pronarit edhe e kthen vendim për klientin. Vend se me thonë na jemi më të mirë, ti vesh thu na jemi këto që jeta jote me kon më e lehtë. Kur ti e vë klientin në qendër të tregimit tënd, ti nuk po ul vlerën e biznesit tënd, përkundrazi, ti po e bën ato domosdoshëm. Sepse njerëzit nuk lidhen me logot apo me zyrat, njerëzit lidhen me ata që i kuptojnë dhe i vlerësojnë. Biznesi yt është i madh, por bëje ato të ndjeti afër. Sepse në fund ditës, suksesi më i madh i një pronari nuk është sa lart ka arrit vet, po sa njerëz ka marrë me veti gjatë rrugës.